Shumë çështje duhet kalojnë nga Këshilli Bashkiak. Mos harroni diçka. Kur propozimi që vjen nga kryetari i bashkisë ka pëlqyeshmëri të lartë, ka mbështetje të lartë publike, është shumë e vështirë që palët e tjera të bëjnë obstruksionizëm. Do të thënë, të votojnë kundër thjesht për hir të votuarit kundër. Ata mund ta bëjnë. Mirë, e gjithë përgjegjësia pasaj morale politike do të jetë mbi ta dhe mbi forcat politike që ata përfaqësojnë. Pra nuk do të jetë aq e thjeshtë që ti thuash, ne do ndërtojmë, ku diun, 20 shkolla të reja në Tiranë dhe ata thonë s'duan. Po si s'doni? Ne do ndërtojmë, ku diun, 40 qerdhe dhe kopshe të reja në Tiranë dhe ata thonë s'duan. Nuk ka kuptim. Mund ta thonë, por nuk do të jetë e gjatë karriera e tyre politike pastaj për shkak të ballafaqimit e theme qytetarëve. Ndodhen zgjedhjet lokale në Kosovë. Dhe ajo që ne pam dhe që shohim është që qytetarët në Kosovë në zgjedhjet e përgjithshme mund të votojnë vetëvendosjen fjala vjen, dhe për zgjedhjet lokale e din që individi që përfaqëson LDK-n apo PDK-n është i duri për komunitetin dhe e votojnë këtë. Pra, kordoni mes pushtetit qendror dhe pushtetit lokal është i prerë në Kosovë nga vetë qytetari. Përse nuk ndodh kjo në Shqipëri? Përse këto zgjedhje lokale, ju e thatë, nuk shihen si ballafaqim kandidaturash, cilat do qofshin ato, por shihen si ballafaqim PD-PS dhe ju në mes që qëndroni me këmbgulje në përpjekjen tuaj të dytë për lokalet, por edhe me praninë tuaj në parlament dhe do t'ju bëj këtë pyetje më vonë, duke i qëndruar thjesht dhe vetëm vetes tuaj. Përse ndodh kjo në Shqipëri? Sepse në Shqipëri shteti është më abuziv, shumë më abuziv se në Kosovë. Ushtron presion, kontrollon ose ndikon në mënyrë të paligjshme edhe pushtetet e pavarura. Ka dhe një ndikim rëndom të keq mbi fjala mbi disa lloje mediash. Tjetra, kapja e shtetit nga oligarkët në Shqipëri është shumë e fortë se sa në Kosovë. Për gjitha këto arsye atmosfera. Edhe Albin Kurti është arrogant në Kosovë. Edhe Kurti tha nuk do shkoj në asnjë media, u tregua fyes, bëri një fushat. Nuk po flas për sjelljen edhe sjellja e tij ishte e tillë gjatë kësaj fushate. Nuk e kam ndjekur, nga pikpamja e sjelljes Edi Ramës nuk ka të krahasuar me njëri besoj në Evropë jo, po edhe në botë duhet të ketë shumë të rrallë të ngjashmit e vet. Pra kuptimin e jo vetëm të arrogancës, po mos harro. Edi Rama që ka ardhur në pushtet u ka ndaluar ministrave të vet të dalin në ballafaqime televizive me kundërshtarët politik. Nuk ka një vend minimalisht demokratik ku kjo ndodh. Pra është e pamendueshme në Kosovë që kandidatët për kryetar bashki ose ministrat mos debatojnë me homologët e tyre. Vetëm në Shqipërinë e Edi Ramës ka ndodhur kjo. Edhe në Shqipërinë më pashme nuk ndodhte. Pra, niveli i arrogancës i abuzimit të pushtetit në Shqipëri është jashtëzakonisht i lartë e përpasoi në këto kushte edhe sfida ndaj pushtetit është më shumë politike se sa teknokratike, siç mund të jetë ndoshta në vende të tjera. Prandaj, duke e njohur këtë situatë, unë them që këto zgjedhje për Tiranën janë përsëri në radhë parë politike. Sigurisht janë dhe administrative, kanë bëjnë edhe me ardhmërinë e qytetit, me propozimet, me planet tona, por nuk mund ta fshehim që në kushtet ku është Shqipëria, në nevojat e mëdha që ka Shqipëria për një transformim që i ka përcen kufijtë e një qyteti, sigurisht që janë edhe zgjedhje politike. Prandaj ne jemi